fola. Si të duket? Kjo është natura bishës. Natyra. Natura. Se mund, natyra thuti. Tani, mund pëlqejnë këto gjërat, aventurat e çmendura nëpër male, nëpër dete, me u fut me makinë, me rrast. Po pse përtite? Pse ulurite çpari aty? Po se ti doje të fuse ndet me makinë. Me makinë. Nuk jam fut ndonjëherë ndet me makinë. Po do futesh. U lage ti? Pak. Nuk pëlqeu? Jo. Po pse s'u lage mirë? Dgjoj. Ore çiki këto terma ku lage. Kur futa te pellgu se kisha arru. Që ti je mësu me gjujt me ti duhet me ti maj duart fort unë se ti ta rasti spërton. Ua, si kam thonjë tu, ke frikë nga këto duart e mia kështu? Jo, nuk kam frikë, ke duart shumë bukura, po ulu ta shoh fytyrën. Mos u bëj kaq e egër, mos e jam dhe unë i egër për atë punën. Unë e egër. Mos më bëj më kështu kërë, se e mësu me ata kuçupulat i këtu, eu. Shif këtu maj. Nuk kam frikë nga ty, o bisha. S'po them unë kesh frikë. O bisha. Të keqen. Nuk kam frikë nga ty. Hajde për plasë herë. T'ja fusim i vrapi? Vrapi? Po, kështu një shkurtër, kështu një sprint. 1, 2, 3. Hajde. Po mos mbaj për dore, o bish. Dorën do ta mbaj. Kam nevojë të mbash për dore. Mba dorën fus, hec tani, shif para. Asi gjë, shif para. Ha ma ti, ha? 1, 2, kave. O, zoti ma, që më ka gjithë më me këte. Qa do bësh? Hajde du t'ull makinë, qa do bëj? Do m'ullësh makinë? Po. Hajde mrapa, jo para. Hajde mrapç. Hypën dot. Hypi. Ha. Hop. Shtyju. Hajde që mos dukesh keq. Okej? Opala. Ha. Sa bukur. Futu brenda. 1, 2, 3. Mirë je kështu. Dëgjoj. Je shumë e mirë, shumë e bukur, po kam qef të pyes diçka. Seriozisht e kam. E ke marrë veten? Nga çfarë? Po nga gjitha ato, se ti nuk kalove pak me thënë drejtën. Po, është vërtet, kam kaluar goxha. Po, dëgjoj. Unë jam vajzë që ndjej shumë. Çfarë do lloj ndjesie që kam dhe mu desh pak kohë që ta pranoja ikjen e Richardit, të vërtetën se kush është ai, që si ishte ai mashkulli që unë mendoja që ishte. Por Marcela is always a diva. Bravo, kjo Dhe më... çfarë bëjnë divat? Vazhdojnë jetën. Domethënë, jeta ime ka qenë gjithmonë single, shumicë me kohës, dhe për mua nuk përbën ndryshim. Është ashtu dua të ri, them drejtën. Dëgjoj, unë kam parë karakterin tat, edhe si vajzë që je, dhe ti e din që shumë herë ta kam thënë që në fillim, Marcela, ti je bish për vete. Dhe kjo duket, është e dukshme që ti je bish. Sepse je me tërmen. Je e hapur, je e çiltur, edhe kur flet, nuk i thu shumë fjalë, po ato që thu godasin. Jo si disa që flasin e rrotullojnë, bin nga kina dhe më në fund nuk shpjegojnë asgjë. E thua të vërtetën dhe mund pëlqen kjo të ty. Dhe prandaj në fillim tu pata vën në disa raste që të thoja ore s'bën, ore s'je, ore s'nuk shkon, ore nuk është për ty. Dhe ti më thoje qa ke. Të doli fjala ime tani në fund? Po. Në aspektin e mirë, pozitivitet të fjalës. Fjala jote ka dalë disa herë në emision edhe t'jap dorën për këtë gjë. Respekt. Tani, i harrojmë ato të gjitha. Se tani jemi 2 bisha këtu. Ha? Unë ty të shoh si bish. E vetmja bisha ty të shoh. Ka që ëmbël sa jam më shef tani si bish? Jo, e ëmbël je si naturë, se edhe unë kam zemrën e mirë. Edhe ti ke zemrën e mirë, po je mutant je, ti je mutant. E di çfarë mutantët? Nuk e di çfarë janë mutantët, po shumë fjalë shëmtuar për të më përshkruar mua. Jo, edhe unë jam mutant, sepse ne kemi, domethënë, energjia të ndryshme. A ke energji ti? Ti më the mu se të kam dëgjuar me vëmendje, më the vi nga një dimension tjetër. Po. Kjo je ti një mutant. Unë kam ndruar atë impaktin negativ që kisha ndaj teje. Kam parë që je i përkujdesshëm,
je djalë shumë i respektueshëm, i sjellshëm, por ka diçka që nëse unë do isha një femër normale, Normale në çfarë ose më aspekti? saktë, një femër normale mund të bie prej e jotja shumë lehtë. Dhe ti je shumë i mirë, je një mjeshtër në të gënjur. Ja, këtu s'ta mbështes dot mendimin, me Po, thënë ti drejtën. edhe kur gënjen, ti gënjen në mënyrën më profesioniste të mundshme, që një femër normale do ta hante në çfarë. Ku kam gënjur unë që t'ishe ti një femër normale? Se këtu po het çdo gjë poshtë, që ti sa po folet çdo gjë bukur. Ose po më provokon. Ky mund të jetë dhe një provokim. Unë nuk ka rëndësi sa mirë sillesh ti me mua, unë prapë nuk të zëbes. Ore, në rregull se s'mnjef që të njohësh një Jo se person. s'njoh, nuk është vetëm fakti që s'njoh. Je nga ata lloj personash që unë nuk i zë dot bes. Nuk ka rëndësi sa i mirë je me mua. Këtu prapë tregon që ti je shumë e dobët. Pse? Sepse nuk i përballesh dot një mashkull si puna ime dhe ke frikë nga meshkuj si puna ime dhe prandaj i quan mashtrues.